duhet një padi që ta bëj fshati Zall te komisioneri kundër diskriminimit. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në shkollën dhe në kopshtin e fshatit Zall, një nga fshatrat më të mëdhenj të Fushkrujës. Ky është kopshti, ajo është shkolla, kjo është rruga. Shikoj. Tani, ky është momenti që dy makina për çdo ditë ose më shumë do të kalojnë të rrugën këtu dhe është gjendje kaotike fare. Shikoj. Problemi i këtij pellgu uji nuk është vetëm që është prish rruga, por këto janë të gjitha ujërat zeza. Dhe sipas banorëve, ujërat e zeza që kanë mbuluar Zallën janë mbi ujërat e bardha, pra poshtë këtij pellgu uji janë ujërat e bardha që kalojnë. Sikur mos llogarisim asgjë tjetër. Keni parasysh që këtu janë fëmijët e kopshtit edhe të shkollës të Zallës dhe çdo ditë atyre do duhet i kalojnë pikërisht në këtë rrugë. Këtu bëhet fjalë për infeksion. Prandaj duhet ndërhyrë sa më shpejt jetë e mundur. Është fshati që paguan më shumë taksa në bashkinë e Krujës dhe është lënë në këtë gjendje. Kam zgjedhur pikërisht këtë vend sepse kjo urë është investimi i fundit që ka ndodhur në Zallë, ndërsa investimet e tjera janë para 10 apo 15 vitesh, kanë kaluar dekada e dekada. Kjo urë faktikisht që poshtë saj përdoret si një landfill plerash. Shikojmë, është vetëm 20 metra nga shkolla dhe e gjithë ura përdoret si një vend për plerat. Banorët më thonë që kjo urë pastrohet një herë në 2 muaj pasi mbushet komplet pirgu me mbeturina. Shikojmë në gjithë gjatësinë e këtij lumit vogël, e këtij proji, është në këtë lloj forme. Tani, pse fshati Zallë është një nga fshatrat më diskriminuar të ndoshta të Republikës së Shqipërisë, po të Bashkisë Kruje po. Është një fshat super i ndotur dhe nga ana tjetër nuk ka asnjë lloj investimi. Ndodhem aty ku rrjedh uji i Zallës, faktikisht është një ujë që vjen nga shpella e Zallës, është ujë me fuqi shumë të mëdha kurative, sidomos për aknet, por edhe për problematika tjera. Banorët e zonës më thonë që ky ujë është ujë i pishëm, por gjatë turbullimit pastaj sigurisht që nuk pihet më. I vjen era sjufur dhe i gjithë ky ujë kalon pra nga shpella e Zallës, që është një nga vendet më prallore, mistike të kësaj zone, dhe kalon poshtë. Problemi është që duke vazhduar dhe duke ecur ky ujë ndotet sepse ka shumë papastërti. Ja pra që fshati Zallë, nga Zoti i Madh, ka ujë dhe uji është pikërisht ky, i cili është ujë i pishëm për banorët. Por të gjithë banorët kanë bërë shtëpimet e tyre. Pra, kjo zonë këtu nuk ka ujë sjellës dhe nuk ka furnizim uji nga ana e qeverisë.